Si t'japin prindrit që nuk arrin dot ta menaxhojnë? Dhe në kohët e sot me të rrjeteve sociale, ti jo vetëm që ekspozon edhe në rrjetet sociale, gjithë të traumën që ti e duke kaluar personalisht. Së pari, prindrit duhet të kujdesen për impulsivitetin, për mënyrën se si ata zgjidhin konfliktin, duke punuar me veten, duke kërkuar ndihmë profesionale, duke kërkuar edhe këshillim në çift, terapi në çift apo shumë gjëra të tjera, sepse kjo ideja që unë ndjej këtë dhe unë e them dhe ai është fëmia im dhe le të jetë aty se duhet ta marrë vesh se çfarë ndodh në familje, kjo nuk i sjell asnjë të mirë fëmijës dhe përveç faktit që mund të keq përdoret fëmia për të mbajtur anën e njërit apo të tjetrit. Dhe kjo nuk sjell asnjë benefit për fëmijën, përveç se i lë plagë shumë të mëdha. Një nga gjërat më të tmerrshme që mund të ndodhi është që njëri nga partnerët i fyen prindin tjetër. Unë kam një zëmërim me ty. Është kjo një gjë shumë e zakonshme që ndodh në shoqërinë tonë? Është sepse ka një shprehje në psikologji që njerëzit që ndahen nuk janë të njëjtë me njerëzit që janë martuar. Në prag divorci ne ndryshojmë sjellje, emocionalitet, në thonjza ndryshojmë individualitet dhe personalitet, jemi krejt ndryshe me personin që po ndahemi sesa është një person krejt tjetër ai me cilin jemi martuar. Dhe nëse unë sulmoj bashkëshorten time në sy të fëmijës tim, në fakt unë nuk jam duke sulmuar bashkëshorten, por jam duke sulmuar nënën e atij. Dhe imazhi i nënës dhe imazhi i babait janë shumë të rëndësishëm për zhvillimin psikologjik të fëmijës. Shumë të rëndësishëm sesa marrëdhënia në çift. Në atë moment fëmijën e bën që ta shikojë nënën apo babain si viktim apo si fajtor për situatën që po kalon familja, apo varet nga fëmia? Kjo varet, 1 nga fëmia, 2 nga situata, 3 nga mënyra se si i thuhet. Mund t'i shkaktoj të gjitha këto, por të gjitha ata që vinë në terapi dhe më vonë e kujtojnë, kjo është një nga gjërat që nuk ja falin kollaj prindërve për faktin që i kanë bërë pjesë të konflikteve të tyre, ku fëmijët nuk mund të jenë pjesë e zgjidhjes së konfliktit të një çifti, por fëmijët janë aty që të përkujdesen prindrit për të. Është detyra e prindërve të përkujdesen për fëmijët dhe jo detyra e fëmijës të përkujdesen për prindrit. Si ka mundësi që prindër të njëjtë janë të ndryshëm me fëmijë, me 2 fëmijë të ndryshëm? Pra nuk janë njësoj me fëmijën e parë dhe me fëmijën e dytë. Çfarë ndryshon? E para, të gjithë fëmijët nuk kanë të njëjtën histori familjare prindërimi. Këtë vit një nga filmat më interesant ishte Sentimental Value, vlerë sentimentale. Dhe atje është një skenë shumë interesante ku motra e madhe i thot motrës vogël që ne jemi rritur të 2 në këtë familje, pse unë vuaj kaq shumë nga depresioni dhe ti jo. Dhe përgjigjja e saj ishte shumë domethënëse, sepse ajo i tha unë të kisha ty, ndërsa ti nuk ishe askënd. Dinamikat që ndodhin në një familje me fëmijën e parë dhe me fëmijën e dytë apo dhe me fëmijën e tretë janë krejt të ndryshme, përveç faktit që prindrit ndryshojnë. Dhe përveç faktit që fëmijët kanë nevoja nga më të ndryshmet për njëri se të tjerët. Një fëmijë mund të ketë nevojë për më shumë vëmendje, dashuri, përkujdesje, një fëmijë tjetër ka nevojë më shumë për liri, nxitje dhe nevojat e tyre bëjnë që ata t'i mbajnë mend krejt ndryshe ngjarjet të njëjta familjare. Për shumë vite me radhë, më përpara, në shkencën e psikologjisë, vëmendja më e madhe ishte tek fëmijët dhe thuhej që problemet kryesore vinë se fëmia ka këtë biologji, ka këtë. Më vonë, kaloi vëmendja dhe u vendos tek prindi, që janë nënat e ftohta, nuk po prindërojnë mirë. Aktualisht nuk është as tek fëmia dhe as tek prindi, po është në hapësirën që bashkon marrëdhënien midis të dyve. Dhe kjo hapësirë është unikale për çdo fëmijë në raport me prindin. Është mirë një nën që i thot fëmijës shumë herë të dua, apo jo? Është mirë një nën që i thot fëmijës shumë herë të dua kur fëmia ka nevojë dhe jo kur i thot kur nëna ka nevojë. Unë për shembull i them fëmijëve me pandalim, të dua. I thua se do ti që t'ju thuash? Dua ti rris me idenë që dua ta kenë fjalën të dua të zakonshme, të jetojnë me këtë fjalë. Nuk ka asnjë gjë të keqe, por ajo ka vlerë më shumë
kur fëmia ka nevojë të marrë dashurinë dhe ti konfirmosh që ti e do pavarësisht se çfarë bën ai. Kjo është një gjë që i lë gjurmë në kujtesën emocionale, se sa po t'ia thuash vazhdimisht dhe mund të thotë shpesh herë që e di që më do.